Të gjitha ato salla funksionojnë si në kohën time, nuk është ndryshuar asnjë kompjuter aty. Janë të njëjtat kompjuter para 12 vjetëve. Janë të njëjtat sisteme para 12 vjetëve. Dhe po flasim për numrin e gjyqtarëve pastaj që po e bëjnë të gjithë sikur çka ka ndodhur në gjykatën e apelit. Asnjë gjë s'ka ndodhur. Aty kanë qenë 2 gjykata bashkë. Gjykata e apelit civil dhe gjykata administrative. Kanë funksionuar 31 gjyqtar apeli civil dhe 11 a 12 më duket apeli administrativ. Pra në ajo godin që sot ne flasim, ka qenë për 45 gjyqtar efikase, me 9 salla gjykimi. Këta thonë 28 gjyqtar, ne nuk punojmë dot, se s'kemi salla gjykimi. Po si të punosh ti kur ti nuk e do të punosh? Se ti nuk shkon për të punuar, për të bërë gjyqe, shkon për gjëra tjera. Kështu që ky është gjithë problem. Enida, situata e djeshme, ngjarja e djeshme. Di, në këtë trumbetimin e drejtësisë, apo gjueti shtrigash të drejtësisë së re, të vjetër, të re, nuk po e di më se çfarë është, kuptohet që populli, ajo pjesa pas kuintave, apo protagonisti në kuinta, ta quajmë si të duash, është indikuar. Çfarë duhet të them? Kemi gjithkohë, sto 10 vitet e fundit, duke ardhur nga 2015 në vazhdim, kur u hodhi ideja e reformës në drejtësi dhe pastaj sot ku jemi, që populli u brumos me një koncept të drejtësisë. Pra, do të bëjmë drejtësi, do të merrni të drejtën, prona ke i Zoti, ligji për pronën, për tokat, për çdo lloj padrejtësie që kishte ndodhur në historinë shqiptare të 35 viteve të fundit, do të zgjidhej me shkopin magjik të 10 viteve të reformës në drejtësi. Dakord parimisht, por shpresa që u dha ishte kaq e madhe, kaq e trumpetuar fort, sa individët, shqiptari është dhe i ndjeshëm në këto gjëra sepse po ka kalvar vuajtjesh, shumë të gjatë. Mund ta fillojmë nga 46 e tutje, po marrim vetëm këto 35 vjet e fundit, në të cilën besoj se realisht erdhi zbriti Jezu Krishti në tokë dhe drejtësia për të tërë. Nuk ndodhi kështu. Mos them që u bë më keq. Pse? U bë më keq. U bë më keq sepse nga gjyqësori, dakord për bën një reformë të këtij niveli, që është thelbësor, kushtetues, organ kryesor, pushtet kryesor, gjyqësor, ti do të merre parasysh që pak a shumë sa do të ishe nga ky sistem. Pak a shumë ti do e di se kur hyn në një reformë të tillë ti ke një ide, bën një prognozë paraprake. 300, 400, 500, të 800 sa ishe, nuk ka rëndësi, iku. Nuk ndodhi. Dua ta bëj analizën se pastaj nuk kuptojnë. Nuk ndodhi kjo. Dhe gjyqësori ikte një gjyqtar, ikte një prokuror, vend bosh, kalo ke tjetri, vend bosh, kalo ke tjetri. Çfarë bën kjo? Akumulon dosje. Akumulimi dosjeve sjell pakënaqësi tek njerëzit sepse drejtësia po vonon. Pra nuk arrin dot ta kuptojnë që ka një ngër që nuk varet as nga ty, as nga avokati jot, as dhe nga gjyqtari vet. Ka që është objektivisht mundësia njerëzore për të arritur rezultat. Për të gjykuar. Dhe ndërkohë, hyn dhe mekanizmat ligjor, të cilët bëjnë që të rimerren çështjet në kalvarin e këtyre të kleçkave juridike, po kleçka juridike që shpeshherë janë të krijuara nga vetë ligjet. Ne që punojmë e dim këtë marifet, apo e kuptojmë se si mund të përdoret dhe keq përdoret, dhe jemi në atë fazë në të cilën shpërthen, mund të quajmë tenxherja me presion, dhe një individ merr guximin me ftohtësi absolute, pastaj mos them në fjalë tjetër. Sepse pamjet të cilat kanë dalë sot, që ai priste tek dera e gjykatës, dhe njoftonte vetë policinë dhe i thoshte jam unë. Jo, duart në xhepa, mua më kanë bërë për kishte duart në xhep të larguar. Jo, nuk donte të largohej. Nuk donte të largohej. Ai ishte gjatë në moment. Po s'donte të largohej, ai se kishte jo, tash që kishte mundësi dhe të largonte, por kishte zgjedhur që ndronte aty dhe vetë policia në gjithë ato pamje duke shumë qartë që ishin dhe ata të pabesueshëm për atë se çfarë po shihnin me sytë e vet atë moment. Ai individ, për mua në mesazhin, pavarësisht do ta diskutojmë besoj edhe pjesën e reagimeve të tjera, që është më makabria, ishte i paramenduar në gjithçka të tij dhe duart në xhepa tregojnë qartë se një individ që jo vetëm që s'ka asnjë jo pishman, jo po pendimi fare, këto elemente si njeh, nuk i di çfarë janë, por kishte elementin heroik brenda vetes se mua kjo unë e bëra. Unë e bëra dhe tha, hajde ja ku jam, me duart në xhepa dhe për treguar që madhështia ime qëndron në xhestin që bëra. Është arrestuar sot dhe Xhoxha, i cili ka thënë dhe ai që do ta dënoj,
Do të kenë në lidhjen për të treguar që nuk është thjesht mendësia e një është mendësi grupi. Mendësia e një individi. Është mendësia e grupit e familjes. Por që dhe ata në thelb mund të jenë viktim. Realisht, janë viktim, po tani këtu po ngatrojmë ne po ngatrojmë konceptin. Të gjithë në një lloj mënyre nga ne që kemi pas bëjmë me drejtësinë, dhe unë personalisht për të rolit që bëj, mund të jem viktime e drejtësisë. Por nuk më shkon në mend të çojmë në mëngjes, të gjej armën, ta marr me vete dhe të pres vendimin me armën në vendimin si do shkoj dhe ti qelloj. Jo, kjo është kriminale e pastër. Nëse ne do të justifikojmë vrasjen, atëherë bëjmë mirë që të gjithë si popull o të shkojmë ke psikologu a në i psikiatër, nuk e di në një shkallë më lartë, dhe le ta bëjmë publike, le të më shajnë, se kam 2 ditë që linçohem për deklaratat në drejt në emër të së drejtës, se kjo është far wasting nga e drejta e ndani. Edhe kanë kërcënuar. Patjetër, i ka marrë gjitha. Këto 24 orë, a thu se isha unë në ekzekutoria e gjyqtarit, apo ekzekutoria nuk e di e kujt, por kjo është histori tjetër, në të cilën individi shkon dhe guxon të bëjë këtë veprim. Dhe alarmi social, se ky është alarm social, është për te i gjyqtarit. A mund të ripërsëritet nesër dhe nëse do të marrim gjithë masat e sigurisë? Frymëzon raste të tjera kjo ngjarje sepse gjua e përdorur në rrjetet sociale ka qenë e tmerrshme. Realisht ka qenë e tmerrshme. Kështu që nuk e di se sa një ngjarje e tillë mund të frymëzoj larg qoftë për episode të tjera. Do të frymëzoj. Uroj që jo. Do të frymëzoj. Fation, ishte i shpejtë reagimi i Ministrisë së Brendshme, ku tha u tërhoq nga përgjegjësia dhe tha që ato që kishte për detyrë policia për të kapur autorin e kapi, dhe pse me Xhensilën po e diskutonin, me folëm dhe këtu që autori ishte me duar në xhepa duke pritur që të vinte policia, i tha jam këtu, as nuk bën ndonjë përpjekje për të vajtur për ta kapur. Erdhi reagimi kryeministrit, i cili gjithashtu rikthente në vëmendje faktin që çfarë do të bëjë me sigurinë, edhe pse në 2014 është ndryshuar ligji për mbrojtjen e këtyre institucioneve. Si e ke parolin në të gjithë këtë histori, të mbrojtjes së këtyre institucioneve të rëndësisë së veçantë, ku aty është e pa diskutuar që është një vend që ka konflikt. Në një vendim gjyqësor, njëra palë del e kënaqur, tjetra është, dhe kjo është një nga rastet e pronave që është një nga rastet më të rënda, por jo në gjykatën e apelit, por në gjykatën e Tiranës, raste divorcesh mund të kesh që mund të përfundojë konflikti deri në dhunë apo deri në vrasje. Pra, si mbrohen? Ka ndodhur, nuk më mend diku nga lushnja. Si mbrohen? Si ka mundësi që këto institucione, që në të cilat janë fatet e jetës